Hygerta, pyetja për ty. Çka po i jep ti asaj shtëpie që në publik duhet me të votu që të qëndrosh në shtëpi kur deri tani je në gjumë? Po, kjo është një konstatim shumë i drejtë edhe e falenderoj kushdo që e ka bërë pyetjen. Ndoshta më vuri në gjumë fakti që ndryshe nga që prisja, e mendoja shumë agresive si situatë që në fillim krijova shumë, po themi, marrëdhënie, se mund ta themi si akoma, se është shumë herët, po marrëdhënie vërtet shumë të mira me shumë për njerëzve këtu. Edhe ndoshta kjo ideja e dashurisë, e simpatisë, e respektit të ndërsjellë, e momenteve të bukura, ndoshta më vuri pak në gjumë. Fakti që dola më pak e votuara më bëri të kuptoj që nuk është se kam qenë fare në gjumë, nuk do ta përcaktoja veten fare në gjumë, sepse kur ka qenë për të folur, për të debatuar, për të ngritur zërin e kam ngritur. Por që po, është e vërtet që në një farë mënyrë në thonjza mund ta themi që kam qenë në gjumë, por fakti e përsëris që dola më pak e votuar nga publiku, ma hapi syt që në fakt këtu nuk ka nevojë vetëm për pozitivitet apo për marrëdhënie të mira apo për qeshur apo për të bërë batuta apo për të dëfryer, por është edhe për të bërë lojën, kështu që mesazhin e kam marrë.